është i mangët edhe në adhurim ndaj Allahut subhanahu wa taala. Nuk mundet lirshëm me adhuru Allahun subhanahu wa taala. Nuk lirshëm me jetuar. Nuk mundet lirshëm me u kon ai njeri me dinjitet që Allahu e ka folë me një vend e që mos me u konën i Zoti me adhuru Allahun në atë vend, në atë vatan. Andaj ai mund, ai sakrificë që e kanë dhonë para arsit tonë për me na arplu lirien është përgjithësi pastaj e jonja se qysh po e vazhdojna edhe qysh po ja dhurojna pasardhësve tonë. Padyshim se për mundin, për sakrificën, qysh ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, men la yashkurin nasa la yashkurillah. Ai i cili nuk din me i falenderu njerëzit ose nuk i falenderon njerëzit, s'mundet me falenderu as Allahu subhanahu wa taala. Andaj duhet jemi falenderues ndaj atyre që kanë dhënë jetën apo kanë dhënë kontribut në çfarë do forme dhe çfarë do mënyre për me arritë lirinë vendi jonë. E pastaj ta kuptojmë si dhurat nga Allahu subhanahu wa taala që i pais ata të cilët mundohen për me shliruar plagun, për me shliru vatonin e tyne. E pastaj e treta ta kuptojmë si përgjithësi se kena me dhonë llogari para Allahu subhanahu wa taala se qysh i kemi eduku fëmijët tonë, se qysh ja kemi mësu fëmijëve tonë fen edhe dashurin për atë dhimbje. Shpesh herë vëllezëndoshëm dëgjoj njerëz që kanë thonë para luftës të na kur kanë ndodhur në Kosovë për lidhi të moshurnit tonë që i kanë lidh njerëzit, i kanë lidh senet me liri. Kanë thonë vesh në a vjen liria në herë se kena më konë që ata që kena më fol, e kena më agjeru e kështë më rohë. Vesh a vjen liria se kur mos ka me fol kesh për kërkan. Vesh a vjen liria se kur s'ka me undo me një bashkëm stemin. Kur nuk ka me bon tradhti, kur nuk ka me rejt, kur nuk ka me manipuluën, e kështu me rohë. Kena më konë të bashkum, të forcum, veç a vjen liria. Liria ka orë lozëndoshëm. Mirë po fatkeqësisht i gjenë pikrisht ata njerëz që nuk e kanë bojë premtimin. Ato premtime, ato dëshira, ato ëndra paralizueshme kanë qenë dëshira të zorit. Kur janë konën në kohë të pushtuesit, kur janë konë në kohë të robrimit, kanë thonë ato fjollë, se veç a vjen liria se kena më bon njerës mirë. A më ka orë liria dhe i gjenë që ata pikërisht që s'ta folin namazin e nashta edhe folin kundër islamit tonë. I gjenë që ata që kanë thonë kena më konë bashkë, ka orë liria e nashta pikërisht janë që ata, e fatkeqësisht janë që ata që bojnë dasi, që bojnë përshomje në popullin tonë. Andaj vëllezëndoshëm, kur njeriu është i robruar, e ngjollët entuziazmin për liri edhe dëshiren edhe vullnetin për punë që me arrit krejt mirat për me arrit liri. Sepse pa liri vëllezëndoshëm që që ceka nuk je as aj që mundesh me adhuru Allahun lirshëm. Një besimtar i mirë e ka obligim me e dashtë vatonin. E madje me u fliju për hir të Allahut mbrojtjet vatonit. Qysh i kena pas shembuj edhe luftës tonë Kosovë që me qindra hoxhallar kanë ra shahid. E leje më ata që kanë luftuar në që nuk e kanë pas kader me vdekën. E mos las për numrin e përgjithshëm muslimanëve. Padyshim kanë marrë pjesë edhe të feve tjera, ama kanë bizotruar si profesioni hoxhës. Kanë bizotruar si fe ata që janë konë muslimanë. Kanë bizotruar në shtirimin e tokave tona. Po merre edhe të Shqipërisë. Kush janë dy figurat kryesore të pavarësisë Shqipërisë? Janë Ismail Qemali nga Vlora edhe Isa Boletini nga Mitrovica. Njoni i Kosovës, njoni i Shqipërisë. Çfarë emra kanë posta? Kanë pas emra pejgamberve. Ismaili i biri Ibrahimit a.s. Ismail Qemali. Isa i biri Merjemës, që janë përmendur në Kur'an. Ta njerëz padyshim se kanë qenë musliman, edhe kanë qenë ata kontribuesit
më të mëdhaj në shtetë dërtimin tonë. E sot i nim shumë njerëz, shumë gojtliga, shumë betje komuniste, ateiste, që tentojnë me bart fen tonë edhe me thonë se Islami është në kundërshtim me vatonin, me kumbin. Islami është i kundërt me kumbin. Vallai vllazë ndoshën nuk mundet me konën një patriot i mirë, ai i cili nuk është besimtar i mirë. E patriotizëm vllazë ndoshëm tash liri mujna me shit gjithë secili. Ama nuk është patriotizëm me festuar e me utranuar me festime që e hidhrojnë Allahun. Përkundrazi do të më ukon festimi në atë mënyrë që me falenderu Allahun subhanahu wa taala për këtë begati të madhe që llogaritet gjoja më e shtrenjtë e një populli. Këtë begati vëllezër ndoshën shumë mund, shumë gjatë duhet më derdhen në çdo vend botës ku është i okupuar me Euroblum për me arrit shtirimin e saj e me konën ata që adhurojnë Allahun lirshëm. Përgjithësia vëllezër ndoshën që na do ne posëm, sepse thash, liria me përgjithësinë janë të lidhura shumë kush. Përgjithësia që do ne pos na, pikërisht na këtu në gurbet, me kontribuën çfarë do forme, çfarë do mënyre për vatonin tonë. Edhe mos me harruen me e pasu të gjeneratat e tona të ardhshme, tek fëmijët ton, gjuhën e nonës. Gjuhën që është derdh gjak për këtë gjuhë vëllezër ndoshëm. Sot fatkeqësisht një nin edhe xhamon xhamis fatkeqësisht. Thot djali jam valla s'din me fol shit. Valla djali jam nuk e njeh xhamin, se njeh fe. Pse vëllezër ndoshëm, a ka ndodhur kjo për një natë? Jo, nuk ka ndodhur. Kjo ka ndodhur se prindi i tij nuk ka qenë i kujdesshëm për me edukimin e fëmijës vet. Nuk ka qenë i kujdesshëm me ja mësu gjuhën fëmijët vet. Nuk ka qenë i kujdesshëm me ja mësu në vlerat dhe traditat që ne krenohemi dhe mburremi me to, sikur që është njona besa. Është e njohur besa shqiptarit, e që fatkeqësisht sot na ka humbur. Sot nuk zën besë kush njëri tjetrit. Pse vëllezër ndoshta ka ndodhur këtu? Këto ka ndodhur për mos kujdesin që kena bën ndaj edukimit të gjeneratave pas neve. Dhe vëllezër ndoshta patriotizëm nuk është nëse e vjedh një flamur në murin tanë. Nuk është patriotizëm nëse përdet o sa mirë me konë shqiptar. Patriotizëm është ai i cili punon me vetdije plot dhe me sinqeritet plot për hir të Allahut, për vatonin e vet. Në çfarë do formë dhe çfarë do mënyrë që shesi ka më herët. Amo nuk mundet me ju besuar udhëheqja një shteti, apo çfarë do lloj pozite një njeri i cili është ateist, sepse ajo pozit mos miri i flen vëllezër ndoshëm një besimtari. Pse vëllezër ndoshëm? Sepse ai njeri i cili që fatkeqësisht sot shumica e krerëve ton thuaj se janë që nuk e besojnë Allahun dhe s'dojnë meni për to. E qysh vëllezër ndoshëm mundet me ju besuar një punë, çfarë do pozite, një ateisti që nuk e ndalon kërkush për me vjetën, që nuk e ndalon kërkush për mos me manipuluar. Amo na besimtarët vëllezër ndoshëm, muslimoni që është i sinqert, e ka frikë Allahun në çfarë do lloj pozite që është. Çfarë do pozite që na ngarkosh, ai e ka frikë Allahun subhanahu wa taala. Çish ka thon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, atë këshillën që ja ka dhënë voglushit e që vlen edhe për neve të mëdhajve, e që ka thonë ittaqillaha haythu ma kunt. Ti je frikë Allahun kudo që të jesh. Na jem besimtar, na jem popull që e kemi frikë Allahun kudo që të jemi. Edhe kudo që të jemi munduhemi me e bë punën më të mirë, me sinqeritet plot, vesh me arrit kënaqësinë e Allahut subhanahu wa taala. Andaj patriot, njeri adhëdash i mirë nuk mundet me konën pa u kon besimtar i mirë. E ato rrena, ato shpifje që i bojnë për besimtarët nuk vlen vëllezër ndoshëm, sepse besimtari i mirë është ai i cili e don vatonin edhe që flijohet për hir të Allahut subhanahu wa taala, mbrojtje të vatonit, mbrojtje të familjes dhe mbrojtje shoqërisë ku ndodhet.
Andaj ne si kur beqarë vëllezëndoshën e kemi obligim që t'ja transmetojnë fëmijëve tonë vlerat, traditat tona që jemi të njohur me to. E kemi obligim që t'ja mësojmë gjuhën, sepse shpesher vëllezëndoshën dëgjojna që valla është jam lodh prej pune, kur po shkoj te shtëpia fëmia në telefon, s'po mund me fol shqip, po do të me fol gjuhë evropiane. Se në shkollë po mëson më shumë për në shkollë se me mua, kur po vijun po lodhna, po flaj, mirë vëllezëndoshën. Nëse ti sot nuk e edukon, nuk e mëson fëmijën tonë, ka me ta mësu dikush tjetër. Qoftë përmes telefonit, qoftë përmes televizionit e kështu me radhë. Edhe nëse ti sot nuk i ka kohë dikush tjetër me ta mësuar. Amo kur të rritet, edhe kur nuk dëgjon, edhe kur nuk ti ta njeh gjuhën, edhe kur nuk ti din vlerat, mos u tërpro me djalin tënd. Sepse fajtori kryesor je ti që nuk e arritën me edukuan në frymën islame dhe traditat dhe vlerat kombëtore që i kemi si kom. Dhe këtë vëllezëndoshën përfundu me përmbyllën me tregu se çka është liria e plot. Liria absolute vëllezëndoshën këtë dunjë nuk ka. Këtë dunjë çdo njeri është rob i diçkojt, është i robrum. Dikush është i robrum mas dashurës vet. Ku dush që ato dashuria për dashën e vet e ngre meta e veç atje i ka. Dikush është i robrum mas pasunis. Nuk njeh kur gjoj, nuk njeh as zot as kur gjoj, ai veç porën e njeh. Çish ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, "Taysa abdu dinar wa dirham." Është shkatruar në robi i dinarit dhe i dirhamit. I porës, është shkatruar robi, ai si i bëhet rob i porës, është i shkatruar. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam po thotë kështu. Dhe vëllezëndoshën, çdo lloj forme ka njerëz të robrum nga një aspekt jetësor. Mirë po, liria që mundet me u arrit këtë dunjë është me u konën rob i dikujt. Amo i kujt? I Allahut subhanahu wa taala. Nëse ti je rob i Allahut, i sinqert, i denj, ti je ai personi i lirë. Ti je ai i cili ka arrit lirinë absolute në këtë dunjë. Edhe ti je ai që nuk mundet me të poshtru askush. Po e përmendi një ngjarje vëllezëndoshën, për mos me zgjatën dhe me dhënë fund kësaj hutbe, ka qenë një dietar, Sheikhul Islam Ibn Taymija rahimahullah. Ai ka qenë i burgosën dhe ka vdekë në burg. Amo i ka thonë do fjalë në burg, ju ka thonë atyne që kanë burgosën, e që këto fjalë edhe sot na ja përmendën dhe ja transmetojmë se janë fjalë të mëdhaja dhe me të vërtet me vlerë të madhe. Ka thonë vëllezëndoshën, çka po mundohi me bo ju që po mburgosni. Kur une xhenetin e Allahut, i cili është më i gjerë se sa toka dhe qejt, e kam në gjoksin teme, e kam në zemrën teme. Andaj nëse unë burgosni, une veç e shfrytëzoj kohën me u vetmu me Allahun subhanahu wa taala. Nëse unë burgosni, une nuk e shfrytëzoj kohën me u mirë me nxënësa, me xhamat e kështu me radhë. Po e shfrytëzojnë vetmi me Allahun, me adhuru Allahun vetmi. E nëse shpërngulli prej këtij veni, ka thonën ajo është hijret për mua, hijret në rrugën e Allahut subhanahu wa taala. Po ka thonë edhe nëse unë mytni, unë jam shahid të Allahut se për hatët Allahut, për do fjalë të vërteta që i kanë thonë lidhje me fejnë Allahut, ju më keni shtim burg. Edhe nëse unë mytni, unë jam shahid të Allahut inshallah. Unë e arri gradën e shahid llokut. Andaj vëllezëndoshën, kjo është ajo liria absolute. Edhe nëse je në burgun më të thellë, edhe nëse je torturat më të mëdha, zemra jote është e lirë. Pse? Se është e lidhur me krijuesin absolut, me Allahun subhanahu wa taala, dhe s'ka kush në botë, s'ka kush në dunjë që mundet me të robruar. Andaj kjo kërkuhet vëllezëndoshë. Nëse na jem rob të Allahut subhanahu wa taala të sinqert, nëse na jem rob të Allahut që i përmbohet me përbikëri, nuk mundet me na fthy askush, nuk mundet me na nënçmu askush. Qoftë ai mendjemadh, qoftë ai egoist, qoftë kudo se çka, qoftë dënim me burg, nuk mundet me na përkulën, sepse përkulja jonë i takon vetëm Allahut subhanahu wa taala, edhe nuk mundet me na fthy këto. Nashta
në aten trupin ton, mirë po zemra jonë është e lidhur me krijuesin absolut, Allahu subhanahu wa taala. Andaj do të ndoshëm, nëse dojmë që të jemi adhërdor, nëse dojmë që të jemi ata që e dojmë vatonin, fillimisht me domosdoshmë duhet të jemi besimtar të mirë. Sepse ai i cili nuk është besimtar, ai nuk e ndalon asgjë. Nuk ka ai që i mshefet shikimet njerëzve, mundet me bo çka don, edhe nuk e ka problem. Nuk i tutet ligjit, sepse i ik ligjit. Amo ai besimtar i den, ai besimtar i devotshëm, i cili e ka mendjen në zemrën e tij dhe mbindjen e tij se po e përcjell shikimi i Allahut në çdo vend, ai nuk mundet me bo padrejti, ai nuk mundet me bo zullum, ai nuk mundet me bo manipulime, ai nuk mundet me bo vjedhje e kështu me radhë. Andaj lutem Allahun subhanahu wa taala që na bëjnë nga robërit e tij sinqert dhe devotshëm, dhe të jem ata që kontribuojnë për vatonin ton. Të jem ata që u adim për nder atyre që kanë kontribuar dhe nuk manipulojmë, nuk shpifim për ta që me ja ulën merita që i kanë bo për neve dhe për krejt vatonin ton. Lusë Allah subhanahu wa taala që na bëj zbashku si që jemi në këtë vend edhe në xhenetet e tina. Lusë Allah subhanahu wa taala që na bëj rob sinqert, që ta adhurojmë Allahun në çdo kohë dhe çdo gjendje. Kërkoni falën nga Allahu, nga sa Allahu është mëshirues. Aqulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum wa lisairil mu'minin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.